Për herë të tretë u organizua festa e Darsisë në njësinë administrative Ballagat, një aktivitet që mblodhi fermer, biznese të zonës dhe qytetar, me qëllim promovimin e produkteve dhe vlerave tradicionale të kësaj treve. Në panajër, fermerët dhe bizneset prezantuan produktet e tyre, si frutat e stinës dhe gatime tradicionale karakteristike të zonës. Vetë fermerët u shprehën se aktivitetet të tilla ndihmojnë në promovimin e prodhimeve vendase, por theksuan se nevojitet më shumë mbështetje nga pushteti vendor dhe i qendror, veçanërisht në drejtimin e përmirësimit të infrastrukturës. Për zonën tonë panajëria është shumë e rëndësishme. Promovojmë produktet e zonës. Është ndër vite që bëhet ky panajër dhe na ndihmon shumë, jo vetëm ne si biznes, por dhe njerëzit që promovojnë prodhimet e tyre vendas. Zona jonë tani frutikulturat janë pemtari. Më shumë është përkushtuar ullirit, sa ai zonë që e pëlqen ullirin. Ne po thuaj se gjithë sipërfaqja po miellet ullij. Ky panajër është shumë i rëndësishëm për mua personalisht edhe gjithë zonën time, sepse në këtë panajër ne kemi mundësi që të tregojmë dhe të promovojmë produktin që ne prodhojmë, që zona jonë prodhon, i cili është vaj ullirit. Sot, me këtë ditë sot, nga kultivimi që është bërë bimes ullirit, dhe gjithë sipërfaqja po thuaj se 80% e sipërfaqes tokës është shtyr në ullishte, sepse ka vaj më cilësor në tërë Shqipërinë. Ne kemi çdo gjë këtu. Na mungon infrastruktura, rruga, tjera t'i bëjmë vetë. Çdo gjë bëhet këtu. Kjo zonë afron gjërat bio, fruta perime, edhe gatime dika tradicionale të zonës. Janë gjërat që i rrisin vetë. Pjesë e aktivitetit u bën dhe fëmijët e qendrës kulturore, të cilët sollën atmosferë festive përmes valleve tradicionale, këngëve dhe performancave aerobike. Të pranishëm ishin edhe kryetaria e bashkisë Eriselda Sefa, shoqëruar nga nënkryetaret Maldrita Bardho dhe Elida Mezini, si dhe deputetët Elton Korreshi dhe Asloral Haxhiu. Ata vizituan nga afër stendat e fermerëve duke u njohur me produktet dhe punën e tyre. Kryetaria Sefa u shpreh se zona e Darsisë mbetet një nga zonat më të bukura, jo vetëm të bashkisë Lushnjë, por edhe të gjithë rajonit. Qëllimi i këtyre festave lokale është të promovojmë këto zona të cilat janë me një pamje piktoreske të jashtëzakonshme, por patjetër ajo që është më e rëndësishme është të promovojmë edhe punën e njerëzve duarar që janë në këtë zonë, që kryesisht dallohen për ullirin dhe për vajin e ullirit, por patjetër që është edhe një nga zonat që ka një nga kulinarit më të mira, jo vetëm në Bashkinë Lushnjë, por edhe për zonat përreth. Tu kemi edhe disa agroturizme, të cilat do doja të ftoja të gjithë, jo vetëm banorët e Lushnjës, Shqipërisë, por edhe pse jo dhe vizitorët e ndryshëm që vinë dhe jashtë Shqipërisë, të vinë ta vizitojnë, të vinë të shijojnë ushqimin vendas, sepse nuk do të zhgënjehen nga gjithë këto bukuri dhe gjithë këto mirësi që ka kjo zonë. Aktiviteti u zhvillua në kodrën e Mollagjeçit, ku peizazhi natyror dhe atmosfera festive i dha një tjetër dimension këtij eventi, duke e kthyer atë në një festë të traditës, kulturës dhe promovimit të vlerave lokale.